الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për të falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastë dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta në ditët e hana. Megjithse nuk mund të vazhdojmë më në tefsir për shkak se kjo është edhe ligjërata e fundit të këtij sezoni nga Ramazani në Ramazan, duke shpresuar në Allahun subhanahu wa taala që punët tona, veprat tona, të bëmat e mira tona, Allahu t'i pranon prej neve, e gabimet dhe gjunahet dhe kusurët, Allahu t'na i falë me mëshirën dhe rahmetin e vet. Ne jemi në prag të Ramazanit, e lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu t'na jep mundësi që të hyjmë në Ramazan me shëndet dhe me iman. Allahu t'na jep kuvet e vullnet e ambicie që t'i mbushim këto ditë të begata me punë të mira, me namazë, me agjërim, me gjëra të cilat Allahu subhanahu wa taala kënaqet me to dhe nuk i dhrohet me neve. Natyrshëm se besimtari s'ka mundësi mbrana një dite apo dy dite, po qoftë edhe një javë, që të planifikon dhe të bën agjend për një muaj të tërë. Mirë po disa fjalë të shkurtra nga dietarët e muslimanëve se çfarë duhet të bëjmë apo si ta perceptojmë më mirë muajin e Ramazanit, megjithëse kemi folë shpesh vëllezër se si duhet muslimani ta pret Ramazanin, si duhet të jetë i gatshëm, cilat janë përgatitjet e duhura, cilat janë përgatitjet praktike, planet e ditore dhe javore dhe mujore të muajit të Ramazanit. Andaj mund t'i shfletojmë dhe t'i dëgjojmë përsëri ato në gjërat kur i kemi thënë në vendet e veta. Sot do të ndalim me lenin Allahu te bareke ve teala me një shkrim të hoxhës së njohur të Egjiptit, Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i rahimahullahu teala, hoxha i cili ka qenë i njohur për gjuhën e tij arabe, për kuptimin e thellë të librit të Zotit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një prej librave të vet, ndoshta edhe më të njohurit, Wahyul Qalam, frymëzimet e lapsit apo gjërat të cilat vijnë nga lapsi, ka në 3 vëllime të shkruara. Megjithse natyra e shkrimeve të hoxhës Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i është e vështirë, pra është një kalibër pak më i rëndë për njerëzit e rëndomir, por do të mundohemi që ta thjesojmë me lenin Allahu te bareke ve teala. E ka quajtur këtë fjalim në disa fjalë, në disa faqe të shkurtra, mirë po me kuptim të gjerë. E ka quajtur shahrun lithawra falsafatu siyam. E ka quajtur një muaj për revolucion, një muaj për tu ngrit kundër diçkaje. Pra revolucion, thawra është kur ngritesh kundër diçka, do shohim se është ngritje kundër epsheve të njeriu, është ngritje kundër tekave të insanit. Pastaj ka quajtur falsafatu siyam, filozofia e agjërimit, në kuptimin domethënia e thellë e agjërimit. Besimtari vëzë nuk duhet të ndalet, sikur që kemi vënë shpesh, vetëm tek ajo klasikja apo edhe agjërimi juridik. Juridikisht vëzër të agjërosh ti bie të qohësh sifir, hambuk me nijet agjërimi prej në atë kohë të sifirit deri në kohën e iftarit. Kush e bën këta duke mos hangër dhe mos pi dhe nuk bën marrëdhënie intime në mes imsakut dhe iftarit, ai njeri ka agjëruar juridikisht. Por kjo vëzër nuk është e tëra. Andaj na nuk mund t'i themi këtij njeri s'ke agjëruar, por nuk mund t'i garantojmë se është bë kabull. E besimtari duhet të synon kabullin e Zotit, duhet të synon pranimin e veprës, jo vetëm bërjen e saj. Andaj do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala se cila është thellësia, se cili është thelbi i agjërimit në disa prej fjalëve të Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Do të mundohem që t'i lexoj tekstet origjinal nga hoxha i njohur Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, e pastaj në çdo pjesë, në disa prej fjalive, do të bëjmë një shpjegim të shkurtër që ta tregojmë se çfarë po dëshiron me thënë në këtë kontekst. Thot hoxha, thot nuk kam lexuar nga askush
ndonjë fjalë e cila e shoron shpirtin e njeriut mbi filozofin e agjerimit dhe urtësinë e agjerimit. Domethënë, kam lexuar shumë mbi agjerimin, mirë po s'kam gjetë diçka e cila e shoron njeriu që ta çmonton dhe analizon mirë cila është filozofia dhe cila është domethënia e thellë e agjerimit. Thot, sa për dobinë e trupit që sjell agjerimi dhe se agjerimi është një lloj mjekimi dhe një lloj mjekësive e cila është rregulluar në mënyrë përpikt për organizmin e njerëzit, thot doktorët tashmë kanë shqyrtuar shumë gjërësisht këtë çështje, duke e bërë agjerimin në 30 ditë sikur të jetë çfarë? 30 hapa, pilula, të cilat merren në një vit, brenda një vitit për shërimin e stomakut. Por ose e shikojmë brenda mjekësisë dhe doktorllokit, normal se mjekët kanë nxjerrë shumë dobi. Sa agjerimi ka këtë dobi, këtë dobi, këtë dobi, mirë po thotë kjo nuk i bie që agjerimin ta gazbit Allahu si 30 ditë i cili njeri merr hapat e veta e shëron stomakun edhe vazhdon. Jo, kjo nuk mund të jetë domethënia edhe qëllimi dhe synimi i agjerimit. Pastaj çfarë thot? Thot, mirë thot, ne nuk na intereson kjo. Nuk duhet të miremi ne me çështjen se çfarë na sjell neve agjerimi si dobi shëndetësore. Ajo i ka dobi të veta, mirë po thot nuk është çështja që ne duhet të merremi me këtë. Mirë po thot ne duhet të merremi dhe të frymëzohemi nga e vërteta e madhe e fesë Allahu subhanahu wa taala, e cila ka zbrit si ligj dhe dispozit për të rregulluar realitetet e vogla toksore. Pra agjerimi dhe zërë është punë e madhe që ka zbrit viqilje, mirë për e regullon njeriu i cili është me fizikisht i vogël, andaj kuptimi i madh. Si ka mund me zbrit të keqenje e vogël, pos me një arsye shumë të madhe. Thot, duke punuar që ta vazhdon iden e njerëzimit, se shpirti mund të ndryshojnë për nga e mira. Shpirti mund të ndryshoj për nga e mira, duke mos e harruar kuptimin e arrimit kur mbi bot ka kuptime të cunguara. Që do më thanë, ti kur të prishët tesha, kur të grisët, s'dut me harru që dush me harnue. E shpirti, pra kur të grisët petka e shpirtit, kur ti e humbë kontrollin e egos, kur ti nuk je në rregull me botën e brendshme të anën, vjen agjerimi dhe e arnon këtë punë. Pra sikur kë grisën teshat, apo ke met pa tesh, ti dush ja me arnu, ja me blinit qëtër tesh, se s'munësh me nejt cullak, s'munësh me nejt pa tesha. Kështu vëzër është edhe shpirti, 11 muaj mbushet me gjunahe, hin lloj paraziti, hin lloj bakterie prej gjunave dhe mëkateve dhe tekat e njeriu, të cilat kur mbledhen shumë e shkatrojnë njeriu. Andaj vjen agjerimi dhe e pastron këta. Andaj kjo vëzër shumë është më rëndësi që ta kuptojna se ndryshimi i karakterit njeriu, ndryshimi të brendshmës së njeriu, ndryshimi i thelbësorës së njeriu është qëllimi i agjerimit. Allah na mëson me ndryshu ka e mira ya rabbal alamin. Që të përmirësohemi në gjuhët e tona, përmirësohemi në shpirtat e tona, ti kontrollojmë egot e tona, ti kontrollojmë karakteret e tona. A jemi bë më karakter mirë? A jemi bë njerëz më të mirë? Nuk është çështja vëllazër. Shiko, edhe fëmijët agjërojnë. Ka plot për fëmijëve agjërojnë, nga imsaku deri në iftar. Mirë po, a mund të krahasohet një vepër e fëmijës edhe të madhit dhe me thon, mu krenu njerëz se unë çka bona? Ja, edhe fëmia ka agjëruar. Agjërojnë grashta të zane, të lothë, agjërojnë pleq. Për këtë arsye vëllezër, muslimani nuk duhet më krenu me një vepër e cila në ta ka hise edhe njëri i dopt, njëri i lodhur e kështu me radhë. Andaj duhet kërkohen disa prej kuptimeve më të thella. Thot, prej mrekullive të librit të Allahut subhanahu wa taala, të Kur'anit famëlar, është se në fjalë të njohura në çdo kohë i ruan të vërtetat të cilat njihen në çdo zaman. Kjo është mrekullia e Kur'anit vëllezër. E zbrat një shprehje, një fjali. Kjo fjali në çdo kohë njihet. Ama në çdo zaman e zbulon ka një të vërtetë. Në çdo zaman e zbulon ka një vërtet. Andaj ti e shef se çuki Kur'an, i cili ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pse jeta ka qenë shumë më klasike, më e rëndomt, më e thjesht, ka qenë udhëzim për ta.
Por edhe kur është kompliku bota, edhe kur është shtu numri i njerëzimit, edhe kur është ngritë dhe është zhvilluar teknika, prap Kurani me të njëjta shprehje është udhëzim dhe shërim. Por këtë arsye që Kurani i ruan shprehjet njohura me të vërteta të cilat shtrihen kadal. Me të vërteta të cilat shtrihen kadal, sicili zaman e merr pi Kuranit shërimin e vet, udhëzimin e vet. Thot hoxha, Allah e mëshiroj. Thot, çdo të vërtet që i duhet njerëzimit, Kurani e shfaq në kohën e vet. Për shembull, vëllezër, a ka mund më u fol Kurani në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam me diçka që ata s'e kanë pas? Jo. A ka mund më fol për vetura? Jo, se devën e ka, kalin e ka, gomarin e ka, delën e ka. Andaj Kurani vjen me shprehje të cilat i përshtaten atij zamani. Por i njëjti Kur'an me të njëjtat shprehje është i përshtatshëm për zamanin ton, ku ka zhvilluar vetura, treni, aeroplani, anijet, megjithse shprehja është e njëjta. I njëjti Kur'an që e ka obliguar xhirimin në atë kohë, është edhe i njëjti i cili e ka obliguar edhe në këtë kohë. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Thot, megjithse shkenca vazhdimisht tenton, vazhdimisht përpiqet, duke e përbuz feja, se feja është e vjetër, feja nuk ka diçka të reja që na ka sjell neve e kështu me radhë, feja është e epokës njerëzve të se s'kanë pas shkencë, s'kanë pas ulumtim, andaj çfarë kanë bë? E kanë përbuz fejen. Mirë po thot hoxha rahimahullahu taala, thon, mirë po, gjithmonë njerëzit kanë kërkuar një din, një udhëzim, një shërim i cili është fe e natyrës dhe e lehtë për të pranuar që ti trajton gjitha çështjet e njerëzit. Shkenca e trajton vetëm trupin. Vjen feja e trajton edhe shpirtin. Shkenca e trajton vetëm hapin i cili pihet në bark. Mirë po njeriu thot po mua edhe me mend kam problem, edhe me emocion kam problem, edhe me ndjenja kam problem, edhe me raporte sociale kam problem, edhe me krijimin e marrëdhënieve të shëndosha kam problem, edhe me mbarvajtjen e familjes kam problem. Apo, çka thot shkenca për një familje 5 antar, 10 antar, të gjithë kanë shnet si folin njëri tjetrit. Çka thot shkenca këtu? Çka thot shkenca për një njeri, një komunitet, për disa individ të cilët s'kan problem me shnetën? Barkët i kanë mirë, stomakët i kanë mirë, kokat i kanë mirë, trupat kanë, durt i kanë mirë po kanë probleme. Shkenca s'ka mundësi çka më të thonë këtu. Për këtë arsye vetë gjithmonë njeriu është kërkuesi një fe e cila e udhëzon dhe e shëron një problematikë e cila ka të bëjë me problemet e veta. Mu për këtë arsye vetë pastaj ka trajtuar se si ka tentuar socializmi, komunizmi, madje edhe liberalizmi, këtë kanë tentuar mi dhën oferta njeriu. Socializmi për shembull ka thënë duhet t'i barazojmë ekonomitë e njerëzve dhe komunizmi gjithashtu edhe forcat edhe ekonomitë e njerëzve për t'i lumturuar të gjithë. Po prapë që janë lumturuar, se ka met një klas e nalt, e ka met edhe një klas e vogël. E klasa e pushtetit gjithmonë ka qenë në zili nga klasa punëtore. Klasa punëtore gjithmonë e kanë pa vetën se janë shumë nënçmuar nga klasa e nalt. Megjithëse ato kanë thënë apo i dajnë asenat barabar. Por këtë arsye vëllazër, nuk ka mundësi me ju ofrue lumturi dhe përmbushje shpirtërore njeriu pas fe Allahu subhanahu wa taala. Andaj ti gjen vëllazër njerëzit në xhirim kret njën barabar. Kret njën të qetë. Pse njën? Se këtë janë të bo një vepër. Ti e sheh për shembull, shumë interesant vëllazër, vini re kësaj. Kjo është ajo karakteri dhe rregullimi karakterit që e mundson agjërimi dhe e mundson Ramazanin në Ramazan. Ti e sheh milionerin musliman dhe e sheh fukarain i cili s'ka dinar në xhep. Janë barazuar në xhirim në ditës. Çish janë barazuar? Se mund t'i thot fukaraja agjërusit pasanik, tash jena barabartë. Deri në iftarin e barabartë. Qysh jena barabartë? Se mund me thonë pasanikë, po më unë kam pasuri, po më së një prejk ato, se i ki haram, së një ha. Andaj, kjo është filozofia e xhirimit vëllazër, kur në përmjet detyrimit të gjithëve, që i detyron që të gjithë ta marrin një vendim, të falen me një tekbir, të falen me një imam, të bëjnë tavaf me një vend, të bëjnë haxhin me një kohë, të agjërojnë me një vakt, të ndalin imsakin dhe iftarin me një vakt, për t'i thonë tash keni u barazue. Pavarësisht statuseve t'juve, pasurive t'juve, ta jeni barabartë. Andaj vëllazër, a mjafton 13 orë pasaniki me fukarajen barabar? Si janë barabar vëllazër? Ai ka 1 milion euro,
po mrena agjërimi nuk i bën dobi. Ti si fukara thu, ti i kini 1.000.000 euro, unë i kam 10 dinar në gjep. Jemi barabar. Se ti su në asën so ha. Që kjo dhe zë raporti që sinon Allahu subhanahu wa ta'ala për me të adhurimit me e kryuhe. Ska sistem në dunja që ka arrit me e ba mundje i varfuri, punëtori, klasa punëtore, barabar me pasanikun në asë një formë për formave. Përveç islami. Ti e gjenë për shimull milioneri e konë saf fukarajan. Kra për kra. A nuk e dim në aja është çfarë keri ka në saf në barabar. A mundet pasaniki me thamë për shimull, unë si shkoj imamit bashkë kur të thoja, pak me, ja, kur të morët e këbir Allahu Ekber, ka mundësi imami, është shumë fish ma i varfër se ai që ka është lidh pas. Ama Allahu gjë e thot lidh ju këtina, bën ju tabi. Që kjo dhe gjërë filozofia e namazit, filozofia e agjërimit. Ti e shë përshimu në zekat, i pasuri detyrohet 1/40 në 2.5 nga pasuria e vetë me e marë vullnetarisht. O me vullnetarisht në mënyrën shëriatike, në mënyrë të zgjedhur. A shëriat ja obligon. Mirë po a i ka mundësi me manëvruhe. Mirë po ti e shë pasanikun i cili e zbaton fejen, i shkon fukaraz dhe e lip. E këtu vëzër ti e gjenë fukaraja, ndijet se është pjesë e kësa shoqërie. E kësa shoqërie. Dhe obligohet fukaraja, obligohet zëngini me e gjetë fukaraja. Kjo është vëzër qëllimi i shëriatit, që në përmet adhurimeve, pavarësisht dalimeve në statuse që i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, ti bën barabar në adhurim. Ti e gjenë për shembull, qëre, zëngini obligohet me e gjetë cilësinë e fukarajës i cili i takon zeqati. Çka i bio vëzër? Pasaniki obligohet aj me lip koha fukaraja. Se ka obligim fukaraja mi thonë zënginit, unë e du me ma dhatë zeqatin. Jo, zëngini e lip fukarajan. Për çfarë? Për t'i tregu Allahu subhanahu wa ta'ala edhe fukaras, edhe zënginit. Tash ju bashkon njerëzillëki, tash ju bashkon feja, tash ju bashkon shpirti. Nuk ju bashkon kur gja tjetër. Andaj të eshe se në asë një shoqëri dhe zër, nuk ka arrit kjo krijetari, ministri me e lip fukarajan. Vesh në islam. Në islam dhe zër ka ndodh një gjë e tillë. Thot Mustafa Sadiqi Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala duke shpjegu këta. Pro ideja dhe zë cila është islami në përmet adhurimeve që i legjitimon dhe i detyron, i barazon njerëzit në ndjenjat e tëre, shpirtat e tëre. Të gjenë agjërusi fukara, sa do të qetë fukara, e ndjenë që është pjesë e ketve. E disën që këtë moment, kur të hinje koha e mësakit, qka ka miliarder dhe multimiliarder musliman, dhe deri maj skajshmi fukara, në që këtë dakike nalin ketë, hajër. Elhamdulillah që ta që në barabar ketë. Kur të hinje koha e namazit, prej të multimiliarderi maj madër të maj varfrin botë, tash e ka në obligim me mu falë namaz. Alhamdulillah që tash e në barabar. Dhe këta ju a ka përsërit 5 herë, dhe agjërimin e ka përsërit në çdo 12 muaj, dhe zeqatin e përsërit çdo 12 muaj, dhe haxhin e përsërit çdo 12 muaj. Për sa arsye që vazhdimisht plotësohet që kjo ndjenja barazisë të njerëzve. Ndjenja barazisë vëzër shumë e rëndësi. Ajo çka sot po e quajnë bullizmi. Bullizmi vëzër çka është nënçmimi. Ti me e nënçmu dika, i gjëgjojnë plot me njerëzve, është për hap bullizmi. Njerëzit po bëjnë vetvrasje për bullizmi. Pse? Ndihet i ofendum, ndihet i kestrajtum nga shoqëria. Për këtë arsye kam shel kedir Allahu subhanahu wa ta'ala, duke i thënë të gjithëve juni të barabart para çfarë? Para këtij ligji. Andaj ti e gjen për shembull vëzër se fukaraja i smut, zëngini pasanik, i shnosh. Pasaniku i shnosh e ka obligim me agjëru, fukaraja i smut lirohet për agjërimit. Këtu i ngritet dhe pak më nalt fukaraja. Shiko, se supozojni fukara është i smut. Allahu jalla thot: "Man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Ai cili i smut mos ta xheroje. Është i lirë. Marrni fukara është i smut, ai nuk agjeron. Vjen një pasanik, nuk ka i smut, obligohet me agjerue. Në këtë rast ki kjo e ka të ndaluar me hangër. Kështu Allahu subhanahu wa taala i barazon ndjenjat e njerëzve. Ki i ka të shtëpia apo suni hata. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, thot është varfëri e detyrueshme që synon ta bën shpirtin njerëzor ta ndijej në mënyrë praktike e të qartë
se jeta e vërtet është për të jetës materiale. Pra agjërimi vëllezër i detyrohet secilit musliman të rritur që e ka mri Ramazanin. Allah na mëson me mri ya rabbal alamin. Pse e detyron vëllezër që t'ua mëson se jeta e vërtet është për të materialit? Njerëzit vazhdimisht krijojnë, çuçi krijojnë marrëdhëniet mbas parave. Andaj ti e sheh për shembull njëri kur i thonë ky o pasionik, njerëzit trajtojnë ndryshe. Apo me armë një kërë pak më strajt, ta zgatin dorën pak më ndryshe. Me armë një kërë pak më dop, ti japin 4 gishta. Me arën kam, ta jep një gisht që ti hajt punxhu. Nashta dhe s'fol hiç. Allahu xhela ka bëu agjërimin detyrim që ti barazon njerëzit në adhurim dhe çfarë? Dhe që të kalloj se jeta nuk është material, jeta është për te i materialit. Andaj dhe zërveç kër e kalon njëri materiale mundet me jetu e jetën. Andaj ti e sheh për shembull se tash jashtë Ramazanit nuk bëhet atmosfera Ramazanit. Pse o vëllezër? Sepse ende jemi të frimuar me material. S'ka imsak, s'ka iftar, s'ka agjërim, s'ka namaz. Ende është materiali duke e mbajt standardin jetësor. Derisa materiali e ma standardin jetësor, s'ka mundësi me pas rahmet. Del materiali prej rolit, del parja prej funksionit, hin rahmeti, mëshira, agjërimi, namazi, atër të jeshe se ndronë atmosfera. A e keni pase as një dit më herët agjërimit nuk janë din lezetin? Një dit për Ramazanit të jeshe që kitë atmosferë qëtëra, sa thinë Ramazanit kitë atmosferë qëtëra? A e kuptoni dhe dita ndryshon? është një qëtër nur, edhe dili dhe ndryshe, edhe shivi bë ndryshe, edhe sabaja tjetër, edhe dreka o tjetër, edhe ikindia o tjetër, edhe akshami o tjetër, edhe jacija o tjetër, edhe nata o tjetër. Pse o vëzër? Sepse kemi nxjerr standardin material nga loja, duke e fut standardin e mëshirës dhe njerëzimit dhe njerëzillokut në loj. E kur të futet kjo, thot Mustafa Sadek Rafei, çta që kupton njeri çka i bën me jetue. Andaj ti e sheh se veç në Ramazan vëzër jeta bëhet shumë e këndshme. Allah na mëson fi Rabbul Alamin. Thot Mustafa Sadek Rafei, thot Allahu xhelala ka obliguar agjërimin, që t'ju tregon njerëzve se jeta e vërtetë është për të jetës materiale, jo brenda saj. Nuk është mpare kënaqësia, është kur e le. Trupi ushqehet me mishi, ushqehet me bukë, a shpirti ushqehet kur e le bukën. Trupi kënaqet kur merr, shpirti kënaqet kur le. Shpirti kënaqet kur le. Andaj ti e gjen vëzë për shembull zëngini kur i le fukaras parë. I le fukaras parë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, kënaqësia që e përjeton zënginin me shpirtin e tij nuk krahasohet me kënaqësinë që e përjeton fukaraja kur e merr sadakaja. Dhe kemi sadaka dhansin edhe sadaka marsin. Ajo që e përjeton shpirti sadaka dhansit s'krahasohet me kënaqësinë që e ka sadaka marsi për kënaqësisë fizike. Sepse kënaqësia shpirtërore është shumë e gjatë vëllazër. Dërsa kënaqësitë fizike janë shumë më të shkurta. Janë shumë më të shkurta. Mëna kështu vëllazër. Nëse njeriu del me dostat vet, me miqtë të vet, apo thirr familjar, apo shkon familje, edhe shkëmben me miqësi në një darkë. Darka sa minuta? Që ta kuptosh çka i bie fizike dhe çka i bie shpirtërore. Sa zgat darka? 10 minuta? 20 minuta kata. Hajde peqenisme dhe pak ma shumë, mishi shumë i mirë ka në kanë, e pas ka pas shumë senet mira, 30 minuta? 30 minuta. Sa është neja? 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, 6 orë. Pse o vëzër? Sepse ajo që ka e merë shpirti pinejes o shumë me e gjasa ajo që ka e merë trupi. Ti e hap buk e ke pa 20 minuta e mqel, tash boj muhabet. Kjo muhabet vëzër është dashnia. Po këta sy edhe kjo është agjerimi vëzër. Agjerimi synon që me gdhen njeriu në shpirtnisht, me gdhen karakterin e ti, me gdhen moralin e ti, që ti thoje ti e njeri me shpirt, ti e njeri kur e le, jo kur e merë. Ti e njeri sa kita kat me lanë, jo sa kita kat me morë. Ti e njeri sa kita kat me duru, jo sa kita kat me godit. Apo, andaj që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse njani është duke agjerue dhe vjen një njeri gjahil, do në mu rok me ta, mu ofendu me ta, mu fi me ta, mu përlesh me ta. Qysh me te kalu këta? Leti thot unë jam agjerushëm, pro karakteri jem, standardi jem, regulli jem, parimi jem, s'oshki i rrugës, s'kam doj me një randat kur gjo. Unë jam agjerushëm, që i bje se në mënyrë karakterit dhe moralit dhe fejes, unë jam shumë më nalt dhe s'ka mundësi më ranë në këtë lumë dhe në këtë loqë të cilin ti po më thirë. Andaj thot Mustafa Sadek Rafei, thot dhe se ajo
e cila arrin plotësimin kur njerëzit barazohen në ndjenja, jo kur dallohen, kur bashkëndihen me dhimbjen e njëjtë, jo kur përplasen me dëshira të shumta. Vini Mustafa Sadiq Rafi'i thot, njerëzit arrin të ndinë kënaqësinë kur barazohen, jo kur dallohen. Për shembull, çish ishe nditi njëri o pasanik ti i varfër, ai ka shtëpi ti s'ki, ajo mbret ti si, ai ka pushtet ti jo. Sa më shumë shtrihen dallimet dhe të bëhet detali dallimeve, sa më shumë shtohet urrëtia. Kur barazohet njeriu, kur kënaqet njeriu vëzër, kur ta sheh njërin barabar. Kur ta sheh njërin barabar. Jo rastisht vëzër, Allahu subhanahu wa taala banorëve të xhenetit u alargon nga gjoksi zilien e brendshme. A dini pse vëzër? Se a mundem me paramenu që këtë insan me çket format çka është tash, me këtë format çka është tash, me këtë zili, me këtë smir, me këtë urrëtie, parameno me shti që shtu në xhenet. Paja hek telat e gjoksit i cili urrejnë dhe ka zili. Gjëja e parë çka kish me bë? Pse ai më nalt, unë më poshtë? Apo? Parano kanë i vetën në xhenet, Allahu njëri ka gradu më nalt, njëri ka më poshtë. Ka Firdaus A'la, ka Adn, edhe ka fillim aty te dera. Paramenoj te dera e shat si shivet funi. Me pas po njëri xhelos edhe me zili, ama Allahu shpa thot, wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Ja u shkull në pi gjoksave çdo sen shka nxit për zili. Edhe thot alhamdulillah. Këta si mirë, po ndonjëke nuk funksionon. Andaj vjen adhurimi dhe agjërimi dhe i barazon gjenjat, vjen namazi dhe i barazon safët, edhe ti e shese pinalt thu, cëli janë qëtu më i madh se cëli. Nëse është ministri, krijetari, sultani, perandori, pasaniku, multimiliarderi, doktori, hoxha, inxhinieri, profesori, fukaraja, ai veshti, ai me gjithse veshët, ketë me një saf, ti këshirë pindron nalt, thu tash, kur ranë se ishte këtu këtë barabar kanon. Që këta sino me arri gëzër, Allahu subhanahu wa ta'ala në përmet ligjërimit të adhurime fetare. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, thot, njerëzit kënaqën kur e ndajnë dhintën, jo kur përplasën me dëshira. Merë kështu tash. E kemi agjërimin ditor, edhe kemi mas iftarit me hangër. Këshiru vëzër, besh për sjellë këtë e curi, këtë proces. Kur kush se urrejnë kërkan gjatë ditës, këtë unt janë, apo? E këtë e kanë da një dhint, apo ti isha këtë agjëru, sot, sa përva, se në duni nuk, këtë në duni nuk balabar. Kur i rënis pak të lashja, kur të hajnë buk, ki më të mire pas ofrën. Do më dhanë, kur i ndajnë dëshirat dhe mundësit, fillon urrejtja. Kur e kanë përbashkë këtë dhimtën, pse bëjnë njerëzit në përsiklete bashkë, se e dajnë dhimtën. Pse kur kanë pare për laën, se të ty ma shumë mora oda. A keni po njerëzit kur janë zorë, minjarë mobilizohet, ka dalë dhe se e kena krizën e përbashkët. Ama kur e kanë, andaj ti e gjenë plot njerëz, plot familje, kur janë kanë fukara janë majtë. E ka bo njani pak ma shumë, kanë bo pak pasëri, ty të isha ki vllavi si fol vllavit. Pse? Si diti, thot o gjë. Po që ka ndove kur si kishi parët, kish të rishi bashkë. Po, ama thot, ka ndru senët. Do më thonë dhe zërë, senët ati ku ndrojmë, kur nuk i ndojmë një të dhimta. Jo rasisht edhe në islam dhe zërë, të musliman. Kur si ndojmë një të dhimta, ka përqarje. Kur i ndojmë një të dhimta, për shka? O dhe zërë, shkurtimisht, nëse ketin atë punu për islam, pse me gjeluzue? Njoni dhëtë, po ama, ka disa njerëz o gjo gabim e një mojnë islamin. Ani, gabim, pa janë të një mojnë islamin. Mere kështu o dhe zërë, nëse njani ka dash mi një mu babëstan, ka dash mi aprun një ndim, po ty aprun do theje se ja ka ble, udhës do janë shkoq, do perime kanë ra, do pem kanë ra, së një ka pru që ishtë duhet. Një tjetër i ka pru pak ma mirë, tjetër la ma mirë i ka pru e. Ketë janë përmledh me një mu babëstan. Cëllin e urrejnë ti, as njani. Edhe a i shka ti ka pru mirë, thu faliminderit, Allah ishë përbleft. Ty të pas kanë ra kesët, s'ka lidhe ti u munove me arme ma pru me ndimue. Nëse ideja dhe zërosh me ndimu fejër, me ndimu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, in tansurullaha yansurkum, nëse ndihmoni Allahun, Allahu ndihmon juve. Pse me pas iluzi? Ka, shikoj vëzër, Islami është sikur gjade e madhe. Sikur gjade e madhe. Apo,
Nëse shkojmë drejt, s'ka problem, se udha është shumë gat. Nëse këshir anësh, ta za udhëm. Ama hes drejt, nuk ta za udhëm. Zakonisht dhe zër, kur bëhet problematika në komunikacion? Kur ka kthesa shumë. Kur hin ato pikë kthesave, kur do me dalin kthesa, kthesat e bëjnë problemin. A me heq ki drejt? Po heq ki drejt. A keni patin qabe? Tavaf. Ketë hecin, një rrotullim. Andaj edhe s'ka problem. Ty isha 2 milion njerëzit të usil. Se ketë janë me një drejtim. Edhe vazhdimisht bëhet e njëjta, numri i madhve që zgjeron e nuk e ngushton. Kur bëhet problemi kur do me dal? Se bën kthesa. Andaj shiko, nëse najna të e një mu ketë islamin, si cëli me takatin e vetë, se së një mojnë, ketë se janë e bu Hanife, as këtë Shafi as janë, as këtë Ahmed as janë, as ti që menon se ja Ahmedi si je, ani ti menon për vetën e vetë, ti mund është me mendue, nështë është si motiv për ti që me menu që i më Ahmedi i kohës, por kjo kur gjo nuk sos mund të Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye dhe zër, agjërimi sinon që ti barazon dhimbjet. Ketë në tuninu, ketë barkin e kena unt. E keni po njëzit duhun që atë moment. Kur të vene iftari, pak e ndryshon muhabetin. Sepse disa njëz kanë pak ma tepër, e disa tjerë pak ma. Andaj vjen namazi pasaj edhe e stabilizon edhe këtë ndjenjë. Andaj, shiko thot Mustafa Sadiq Arrafi, thot nëse ti e shqyrton këtë çështje dhe e mediton mirë, do t'i shohësh se njerëzit nuk dallohen në njerëzorën e tyre me mendjet e veta, e as me prejardhën e tyre, e as me gradat, e as me ata që e posedojnë, por dallohen me barkun e tyre dhe me ligjet e barkut mbi mendjen dhe emocionin. Dhe njerëzit vëzën nëse i shërton mirë, ketë ata që bëjnë probleme e kanë vendos ligjin e barkut mbi gjithçka. Apo, se me e lan njerin, sa do pare që ka dhe zër, me e lan veç shpirtin e ti dhe mendjen e ti, apo, ai gjithë ditë kish me ngajt fukarat. Ama stomaku i ti thot, o ti mos ngaj për ato, që e ku i kije. A e kupton dhe që ka thot Mustafa Sadiq Arrafi? Nëse një njeri s'kish vepru me ligjin e stomakut, ani pse ka pare, ani pse ka post, ani pse ambret, s'ka problem, kjo nuk e ban të keq njerin. Sulejmani a.s. u kom mbret, o lezër, po është pejgamber i Zotit a.s. Wa fahamna Sulejman, Allah thot ne i kemi dhanë kuptim Sulejmanit. Sulejman vëzër o kom mbret, po i drejt. Andaj shiko vëzër, o shumë më nënsi që ta kuptojmë, pika vem problemi. Nuk o problemi të parja, problemi a se ti a jeton në përpare. Se mund është me konë, ti parelije me konë, me ta pa kajri këtë mahala, e këtë qëshnia, e këtë qyteti, e këtë musliman, ma dje dhe jo musliman. Pse? Nëse ti parën e menagjon me ligjin e shpirtit, me ligjin e fejes, me ligjin e rahmetit, me ligjin e humanitetit dhe njerëzillokit. Ama nëse ti parët e tua i menagjon vesh me ligjin e stomakit tanë, atar për një me këtu kryot problem. Sepse njeriu duke shiku stomakun e vetë, e haron stomakun e tjetrit. Këtu menaxherimi për ta hek ligjin e stomakut. Hek e barkë, thot. Meno me mene, meno me shpirt. Por këtë asyje thot Mustafa Sadiq Arrafi, thot, nga barku vjen fatkeqësia e njerëzimit. Nga barku vjen fatkeqësia e njerëzimit. Thot, kur barku edhe truri përplasën për një nevoj, barku e shtrin fuqin e tretjes deri sa zmbetet asgjë. Do më thonë vezër i kemi kështu, e ka njeriu barkin e vet, edhe e ka mendjen e vet. Mirë po, e kemi barkin e unt, edhe i kena parët. E kena mendjen e cina thot ka fukara, ka të varfër, du të mi da mirë parët, edhe qëfar ndodhë vezër? Atëherë e kemi barkun i cili kur të njëse me reague e ha menën. Jo rasish ka arda gjërimi, që me thonë ka dalin jarë, pushoja që s'ka me angër, detyrimisht e kime s'me angër, ta ngojna pak menën. A mund që para mu vëzër, i kena 40 veta, 50 veta, 100 veta, edhe kam probleme, ka një siklet, ka një telashe, edhe kanë aty në mesin e tërë një djetar, një njerit urt të meqëm, i cili një Allahun, e një pejgamberin e selam, e një Kur'anin, edhe as njoni se ngonë. Këto thojnë na thenana jena kja nja. Kur kanë me zhjith këto problemet? 990 vjetës në zhjithim. Dërë të dangojnë këtë njerin e meqëm. A qështu? Edhe mendja dhe zë, njeri e ka menën, ama dërsa aj punon vesh me stomak, njani thot, po unë e menën e kam, po ti si të ngu?
Ti mundesh me pas hoç të shtëpia apo singon. Ti mundesh me pas dietar të shtëpia apo singon. Ti mundesh me pas mahall dietar të madh hoxhallar. Mirë po ti singon. Është e kot, por Ebu Gjehli nuk kanë Muhammed s.a.s. Po si ka po dobi. Ebu Talibe ka pas pejgamberin s.a.s. Po nuk i ka po dobi. Pse? Se ka ngue. Duhet me ngue vëllazër. Andaj thot Mustafa Sadiq Karrafi ai, nëse përplaset menja me barkin, barki ka efekte më të mëdha. Sa ai vazhdimisht kërkon me prodhu. A e keni pa barku vëllazër? A ka dhe njerëz që ka çuti mesazh me thon kështu? Boll me hongre. S'u po më përpunua. Jo. Ha nxjerr. Sa për ditë çka ka fal Allahu subhanahu wa taala. Çdo ditë çka ka fal Allahu subhanahu wa taala. E mendja vëllazër, mendja për me reagu, ai mundohet me reague, po zani stomakit më i madh. Ne duhet mi thon pak na xhirim stomakun, na le pak se dojna me ngutash pak mendën çfarë po thot. Çfarë po na thot mendja? Çfarë po thot shpallja? Çfarë po thot dini? Çfarë po thot shpirti? Për këtë arsye vëllazër, kjo është ajo gdhendja karakterit të cilën e synon Mustafa Sadiq Ar-Rafi. Thot, prandaj agjërimi e merr stomakin për ta disiplinu, eduku edhe për ta kalit. Do të thonë agjërimi çfarë qëllimi ka? Çfarë qëllimi ka? Na e përmendëm me ka qëllim zemrën. Po për të mrindër të zemra e ka një derë, cila dera stomaki. Pa e qel mirket, pa e drejtu mirket, pa e qenis mirket, pa e arnu mirket, së në mrindë të zemra. Stomaki se le. Stomaki se le. Vezër, a keni dëgju dë njëherë, kur lavdrohet dë një njeri mi thonë stomak mirë, bark mirë. A keni një? Ja. A mirë, nëse thuhet për shemë bark madh, e ka përdor Aliu radhiyallahu anhu, ka thonë nëse jep bark madh, biri vetës mas. Çka i bio vëzër? Ndash bark vogël, ndash bark madh, ndash bark mesëm, as njëna lavdraca. A le morën atë tjetrën. Zemër mirë. A ti ngjon mirë. Merë bark mirë edhe zemër mirë. Stomak mirë, qish nuk ti ngjon. Andaj pa u te kalu stomaku sumrinat e zemra. Nuk mirët lavdrata me stomak. Andaj thot Ibn Hazmi rahimahullahu taala, nëse ti ta merr mendja se ti i pashëm me trup, edhe ki fizik të fort, edhe hap buk shumë, edhe ti krenohesh me ta, ka njerëzi. Këshirëm thot. Ço me këshirë valla buki të hangër. Po ama këshisa ha thot. A Ibn Hazmi çka thot? Po shko pak te shtalla këshirë ato. Po to me sahat të tërë hajnë vëllazër. Ne nuk i na shtaz. Ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam, i mjaftojnë birit të Ademit do kafshatëz za. Jo kafshata, kafshata e mata, luk kaimet, copa, grimca, buke për ta majt trupin gjallë. Për këtë arsye vëllezër shiko, thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi, vjen agjërimi dhe e merr stomakin. E dorëzon agjërimit stomakin tan, e disiplinon, e edukon, edhe e stërvit, duke i bërë njerëzit barabart. Pse njëjën vëllezër njerëzit barabart? Se këtë ushtrimin e kanë marrë të njëjtë. A keni pa profesori kur ja jep këtë detyrën e njëjtë, thot elhamdulillah, këtë njësoj na ka dhënë. A ke pa për shembull marrë cilin dush ushtrim, qoftë të fizikët apo, nëse ti jep për shembull ti profesori thot, këtë kanë 100, stërvitje keni bërë të njëjta. Këtë njën mirë, pse? Se 100 i kanë marrë këtë. Asnjëri thot, mu 10 më dha. Jo. Allahu ja ka thënë 30 ditë për këtë njësoj. Pse o vëzë kjo për këtë njësoj? Sepse kjo e barazon. Kjo e barazon. Pastaj dikush i bën më mirë, dikush stërvitet më mirë, dikush ka lidhë më mirë, ajo është pjesë e tyre. Andaj thot, i bën njerëzit të barabartë, me një ndjenë, me një shqis, edhe me një natyrë. Se hekin lojën e stomakut për vetës, edhe e vendosin njerëzit llokun edhe fejën. Thot, e vendos agjërimi një pengesë në mes barkut edhe materjes. E forcon atë shumë këtë disiplinë sa i ndalon edhe skajet më nervor në trupin e njeriut nga ushqimi dhe knatësia, madje edhe nga thithja e një tymit. Këto duan gjitë e ki pasa që klete kanë? Midis ditës, shpirti i vlon. Edhe kjo aram, as edhe një tim. Pse e ka po që shtu vëzër? Barabar. Ushtrimin ja e bandë mirë, ja krejt, agjërimin ja ki me bot, plotja heq. I barazon Allahu subhanahu wa taala të gjitha veprimtaritë e njerëzve. Për këtë arsye vëzër, thot Mustafa Sadiq
Ar-Rafi'i thot, i barazon Allahu subhanahu wa taala me një gjendje të përbashkët shpirtërore në lindje dhe në perëndim. Dhe në këtë njerëzim të tërë e lëshon zërin e shpirtit dhe që mëson shpirt mëshirën edhe thret në ta. Ti shëllëz njerëzit kur agjërojnë, krej dyqysh duken si kur janë të thirë për mëshirë. Pse se këtë janë të agjëruhe? Këtë dyqysh thojnë, o Zot, o Allah. Këtë janë të bo dua, këtë janë të bo lutje. Pse? Këtë janë undë. Këta e synon Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur për një herë krejt thojnë, o Allah i madhë, që kjo e ban atmosferë dhe zëra bazar? Që kjo e ban? Kur kitë për një herë me të njëjtë të ndjesi, apo, a mund është mi thonë ti dikujna, valla ti të marruhe, qëfar të marruhe, Allah vëti që për bukë? Qëfar të marruhe? As njënis marruhe kur ato agjeruhe. Se buka është nevojnë, është elementare. Andaj kur krejt jo këna nalë për një herë, krejt e kërkojnë rahmetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këta si dhe zër, pastaj, kur ta hajsh iftarin, për dalim nga jo iftari, cili jo? Se një iftari njën edhe rahmetin. Elhamdulillah, o Allah, elhamdulillah. A dhe ka thamë e samë, agjeru si ka dikzimin iftar. Nja kur të ban iftar, jo të buka, nuk o, është ndjesia e falëndërimit për rahmetin e rizkut. Se kur të hatë dark, dalon për iftarit. Se njërëzit hajnë dark, as me bismillah, as pa elhamdulillah. Kjo ka hangër buka, ka hangër buk, edhe lopa a buk. Allah jo, këti ban. Ama, ku dalojna një iftar, vezër? Ala rizk i ke eftartë. Me rizkin tanë, o Allah. E menagjon në mënyrë matë disciplinuse të mundshme. Kur ti gjithë shka e kontrolon me atë njenja që sa ke që me nejtë pa buk. Edhe e ki njësir e falëndërimit klarë. Për këta sfjetat Mustafa Sadiq Ar-Rafi thot, me këtë uri i ambil Allahu subhanahu wa ta'ala të gjithve një ide. Në vërat gjarimit, gjithve Allahu subhanahu wa ta'ala ja mbjellë në zemrat e tëre dhe menjët e tëre vesh një ide. Cila është ajo? Se ideja e barazis të natyrshme në mes pasanikit edhe fukarajës, e qëtësisë së fukarajës ndaj të pasurit. Nga këto dyja dhe zërë, barazia edhe qëtësia, linë qëtësia e jetës nga qëtësia e dy shpirtrave që janë edhe negativja edhe pozitivja e këti organizmi shoqëror. Haba, dhe një vezër, në mes fukarajës edhe pasunikut, është edhe pozitivja dhe negativja, edhe lufta e pandalshme. Nuk ka mundësi në zemën e fukarajët mësë me lëviz diçka prej zilijes kundërejt pasunikit. Edhe anasjeltas. A e di se pasanikat, kur bojnë muhabet krizë ekonomia, ki po shpesh me pasanikat, krizë, o gjo, a i ka 5 milion krizë më kalëzën muhe. Apo ki fukaraja me që që në ditën, folin për kriza, i matin vazhdimisht luftrat, i përcjellin luftrat, i përcjellin lëvizet, pse, ka me pas kriza. Ma e men, Mustafa Sadiq Ar-Rafi e thot, pasanikat, kur e bojnë muhabetin e varfaris, e bojnë për vetë, jo për varfrin. Vinire, kjo shumë element që duhet me po pas. Pasanikat kur folin problem, nuk e kanë problemin tanë ato. Ti mi thonë për shemë, po t'ju vla, i t'u tut për fukarallëkin e fukarava, jo për fukarallëkin tam jam të folë. Por këtë asyje, vjen agjerimi dhe ja zbras stomakun agjerusit pasanik, për mi kalzu që stash dush me menu dhe para që dhe aja t'u një njësoj. A përqë sa keq është mësë me angër? I dhem fukarajës kush ka me angër. Por këtë asyje, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, se në përmjet agjerimit Zoti i Madh te bareke ve teala i largon ndarjet dhe i bën njerëzit bashkë. Edhe pra me fjalë të tjera pasaniku i thot fukarajës, i du të mi thonë, ta di vlla, ta di që shkana mës me angër, se edhe unë e o kam obligim më agjeruhe. Edhe kur pa agjeroj, tash mu më tek se ti tanë një më të muj, zore pas ke kur së mpëja qilë që me risk. Që kjo ideja dhe zë? Që të mënije pasaniki me kuptu me rahmet dhe njerëzillok edhe fukaraj mi thonë, o vla dhe ti s'paske. Që kjo dhe zë ajo lidhja që ka thonë alaihi salatu wassalam, u meqë si një trup. Nëse një gisht i dhem, ki trupi së rahat. A mund është ti mi thonë dhamit, po ani ba të dhim për një copë e vogël i jeti. Jo, një copë e vogël për ta prish gjumin atër, s'le me flet, jo veç ti edhe me ba mi dhim fëmijës diçka, ti e familja e nana e baba, ke që ngoj pse, a ti dhim dhami një fëmijës. Po këtë asjo dhe zërë, dërsa nuk arrim që me bo që këtë shpirt, që njëri të ndjeje kita dhim të të tjerëve.
Kështu ka sjellë zot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në një rregull në shpirtin e njeriu. Dhe ai rregull është se mëshira lind nga dhimbja. Mëshira lind nga dhimbja. Vini re vëllezër, derisa njeriu nuk ka dhimbje, tas ka as rahmet. Ai cili bën zullum vëllezër, a mundet me pas mëshirë? Jo. Se në zemrën e ti nuk një dhimbje të kur i bën dhunë dikujt. Por atë edhe e shton. Mi dhimbje të nal. A keni po mjeku kur don m'ia dhon një injeksion edhe pse për dobin e fëmijës, ka dalë pse? Se e di që kur i dhem këtij dhe këtij i dhem, ka dalë mundohet apo. Po këta si vëllezër çfarë? Na mëson agjërimi rregullin e shpirtit, i cili rregull thot rahmeti lind çati ku ka dhimbta. Vini re vëllezër këtij momenti, Mustafa Sadiq Rafia e ka dhe në pjesë të tjera, megjithëse ky ka qenë i prirur. Allahu subhanahu wa taala ka begatu me këtë lloj të folme që gati plot për njerëzve nuk e kanë pas. Përcjellë vëllezër, përcjellë. Ti nuk mund të përcjell, por mund ka emisione ku mund të përcjell, apo edhe pse në shumë prej vendeve ja tolerojnë edhe babës me ime përcjell procesin e lindjes të bashkëshortes vet, me shir fëmia e vet. A e dini çfarë dhimbje të vëllezër? Të se ti ka citua Allahu në Kur'an, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Nana e ka bartë e vladin mundim pas mundimi, mundim pas mundimi. O vëllezër, që këtë tas me ta dhon maje një sahat, mos e hek bidore. Edhe kimjanisë më nervozu, le ma ta la dikun, hek ma bidore. Me thonë 10 sahat, ala ma shumë lodhësh. Me thonë hec me ta, ala ma, a ki babë shumë, ku ta la ma në dikun, hek ma bidore. Apo, që e laga librën. Nana vëzër, nën muje malë fëmijën. Nën muje malë. Ande i këndej. Edhe në fund, a i shkon proces natyror me thonë, masi e majtë nën muj, tash, është rrugës, let me ka përcije me dalë fëmija. Jo, Allah ma shumë e ranon tash. Edhe dhimtat ja ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala klindjes. Pse so dhimt e madhe. Mirë po vëzër, në momentin e parë, qastin e parë, që fëmija del komplet pi barkut nanës, rahmeti i nanës shumë i madhe për atë e vlad. Ajo kanë pi gëzimi që e ka lind një fëmi. Dhe ti thu, a harrove para një sekundit çfarë dhimbje të keve shpirti këtu dal? Elhamdulillah, thot, që këta e du tash mas shumë ti mbot. Që kjo vëzër ideja, që në Ramazan ta kuptoj se dikush ka dhimbta. Agjërimi është për më na kallëzu se ti je insan, atë çka të ndjet tjetri pri dhimbtës edhe ti. Kur ta shif se dikush ato hek atje, kur ti e shën një fëmijë shator të muslimanëve tu hek në luftë, në bombardime dhe me gjithse e ka përcen jetën, me thonë, po mu kam fëmija ja? E me dhimbë njësoj. Që ka qëllimi a gjërim dhe zërë? Sa për me lanë veç bukën edhe ujin, këta e bojnë të gjithë, Allah na falë të gjithë, ja Rabbal Alamin. Thotë Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, rahimahullahu ta'ala, thotë që kjo është sekreti i madhë shoqëror në agjërim. Thotë, aje ndalon ushimin deri në kufirin e fundit të fuqisë, si një metodë më praktike për të eduku mëshirën në shpirtin e njerit. Pra ta nal bukën, deri kur? Deri sa të thoj, a u aktivizu mëshira po? A aktivizu njërzëllëki? A u aktivizu dhimbja? A e di që je njeri? A e di që ki shpirt? A e di që dhe tjertë kanë shpirt? A e di që dhe tjertë ju dhem? Për dit, 30 dit që ti të kalosh në njeri. Edhe ti për shemë dikun me pa diçka një keshtu, zban be kështu. Nuk ban. Për këtë arsye ka thënë alayhi salatu wassalam, kur ta shifni ditë keqe mohone, ndalë si të mundesh me nal. Se ti insani je. Andaj shikoj vëllazër, Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet adhurimeve synon çfarë? Shtrirjen apo nxjerrjen e rahmetit për insanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, ju mëshironi ata që janë qiell. E kanë pani ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam duke e puth evlat të vet, nipat e vet. Dhe ka ardhi bedevi, hadith që kanë thënë Imam Buhariu. Dhe ka ardhi ka thonë ja Rasulullah, a pi puth këto fëmita? Nipat e to, pi puth, pi do? Ka thonë po. Ka thonë 10 i kam.
10 mit, jo nipa, të mit. Kur as njënën se kam puth. Çka tha alayhi salatu wassalam? A i tha mashallah burri madh, po ju çështoj burrnia te ju. Apo kemi bota në mrola. Çelo do të çishri. Po i plep Allah, te se te pa. Plep mora prepë mrol. Ti mundesh me vizatuni. Allahu ja kur i përshkruan munafikësh ka thotë ke enhum khushub, si drasa me drasa. Mundesh me thon mashallah fartavoline, burri madh. O dras mora dras, Allah. Ai ngjenjo ai njeriu ka dras. Nuk ka nashpërsi, nuk ka vrasësi, brutalitet, por është në mëshirë. Çka tha alayhi salatu wassalam? Wa ma amlik. E çka të bëj unë? Shikoj vëllezër çfarë shprehje. E çka të bëj unë që Allahu ja ka shkul rahmetin mbi shpirtin? S'ki rahmet e vladin se do. Apo te na dërdigura allogarit kjo burrni vëllezër. Burrni, apo janë tut njerëz me çafë vlat të vet. Pse? Mos u mshove baba. Mo e vlad morë që Allahu xhela ta ka bëu e vlad. Unë kështu i kanë trajtuar njerëzit nga brutaliteti dhe egërsia e tyre. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, thot andaj nuk ka metodë tjetër përveç mundimeve dhe fatkeqësive të mundimshme që e bën njeriu ta shijon rahmetin, ta shijon mëshirën, ta nxjerr prej vetës mëshirën, sepse dhimbta e bën njeriu me thonë, pse ka bëu zot Allahu xhenemin? Për ata zullumçar, kriminal, mëkatar, të se të kanë bëu zullum, nuk e kanë ngu Zotin e Madh te bareke ve teala. Shijone. Ti mbreti s'ka pas kush më shiju azapin atij. Kush ta dënoi atë? Mbreti dënon këta se në dënon kërkush. Apo e Allahu ja thot ka edhe xhenem. Ja shijojnë ana çka s'ja ka shiju kërkush. Ja shijojnë që ta kuptojë çfarë ka bën. Andaj atje do të klithet, do të portitet, do të kahet me xhak. Ama s'ka më bëu dobi. Allahu na ruaj nga xhenemi ya rabbul alamin. Për këtë arsye vëzër, thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, thot çfarë mrekullie ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për ta reformuar me reformimin më të madh në përmjet mrekullive të Islamit, në përmjet adhurimeve të Islamit, që nga njerëzimi të hiqet historia e barkut për 30 ditë plota çdo vit. Pro sigur e marr njerëzimin 12 muaj. Komplet një muaj ja hek në barkin. S'ka me bark me pas punë. Ç'kjo vëzër, apo pse? Se ju ka harxhu mëshira, ju ka harxhu njerëzillëku. E gdhen dhe kalit Allahu subhanahu wa taala duke ja hek historisë njerëzore me thon, një muaj ditë s'kena fol për bark. A i shifin njerëzit çka flasin për çdo ditë vëzër? Ai mishi, ki mishi, çajo buk shka mbaroj ke njëri atje. Kiç që të muhabet të bën. Na xhërim çfarë vahat jo vëzër. A e zunë taravion? A e zunë sabajin në xhami? Sa hat me ki po folni për musliman tamam. Po për ato që kanë Ramazan xhi, Allah ju udhëzon inshallah ya rabbul alamin. Po për një musliman tamam, që të janë temat e tij, mi zon 5 vakt në xhami, me bë hatme, me lexu sa më shumë Kur'an, mu fal sa më shumë, me bë mirë, mos mi bë kërkujt keq. Hiç kërkujt keq mos mi bë. Hiç askur, as menja mos me shkuë. Çka vëzër është ideja e xhenimit? Sigur ti s'ki stomak. Sigur s'ki bark. Me thon dikush, çka ka be bark ai shkon menja njëra ka e keq ajo, jo s'ka bark vëlla. Për këtë arsye vëzër Allahu subhanahu wa taala fal në Ramazan shka s'fal kërkun. Allahu liron pi zjarri xhenemit, pse? Se ti ke hek barkën vëzër. Ti si tu menuar për bark, si tu menuar për keq. Pra ti je tu shti gati me melek të Zotit te bareke ve teala. Allah na mundsof ya rabbul alamin. Andaj agjërimi vëzër nuk është veç na s'po hajna buk. Jo. Do të më mri rahmetin e Zotit te bareke ve teala. Me pa Allahu subhanahu wa taala që ti për barkun tan nuk e le mëshirën, për barkun tan nuk e le fukarajën, për barkun tan nuk ban keq. Sepse shumica të probleme për bark bën, për ego, për teka, për dëshirat sa të janë mbledhta në bark. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, thot dhe kur ti hiqet çka copa e 12 muajve të barkut njeriu, në vend kësajna vënohet një copë e cila quhet historia e shpirtit. Pra një muaj ditë e ek në barkin, e shka me vënu këtu? Historinë e shpirtit. A e ki, vëzër njerëzit, pse kanë mallëngjim për Ramazan? Pse thonë, ju pat mi knash Ramazan? Allah na mundsof ya rabbul alamin. Pse thonë? Se s'ka pas bark, shpirt veç. Njeri ka në ditët e shpirtit. Njeri, a keni pa njerëzit vëzër, pse e ka në fëminien? E na pas knash atëherë. Gjithmonë e ka, çdo brez e ka atëherë. Apo s'kishte pare, kishte knaci. Pse thonë kështu?
Se ka qenë fëmiria e cila ma shumë ka dominu shpirti se trupi. Ti kërka se ki këshirë me zili. Apo, një bombon, ta ka dhoni, alhamdulillah, është që janë gjithone. Me rëndë që jam e me juve. Me një bombon, me një sheqer, je borazi. Nuk u konë qështet e sheqer ka, por u konë qështet se ti e ke dhonë për bashkësi, shki pas bark. Apo, andaj për shemë, dhe zërë, ti i gjenë njerëzit, se duke ju formu egoja, duke i ra, qfar? Duke i ra mëshira. Duke ju formu egoja, duke i ra mëshira. Ti e gjenë për shemë një fmi, s'ka ego. Në shumë pak knaqët. Kur të rritët pak më i madh, jo dhe të nësi du këto. Ju ka formu egoja. E Allahu Gjellua e hek për 12 mujve, komplet 30 dit, barkin e vënon rahmetin. Allah na mundsof me emri rahmetin e ti, ya Rabbul Alamin. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, rahimahullahu ta'ala. Thot, në urtësi tjetër e madhe e agjerimit, është edhe edukimi i vullnetit njerit. Si e gëdhenjë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në përmet agjerimit vullnetin e njerit, dëshirën e njerit. Thot, e stërvit agjerimi besimtarin dhe njerijun i cili agjeron që të ndaloj me dëshirën e vet nga teka e vet. Dhe kjo është sharti agjerimit. Sharti agjerimit. Pse është sharti agjerimit? Për shembull, dietarë çfarë thonë? Kushti themelor i agjerimit është i brendshmi, ma kryesori piketi, cili o nijeti, vullneti. Nëse njëri thonë kështu, s'ka me pi ujë. Bërbet pi ujë? Jo s'ka. Po ti me zor janë alë. A tu agjeru? Jo. Kusht është me agjeru me vullnet të lirë. Si po dhe zërë me vullnet të lirë? E bonën jetë për mrejna, për hirë të Zotit të bareke e vëtala, me ndalu bukën prin një mësak dërë në iftar. Qëtu qka sinotë dhe zërë? Allah po thotë, ti vetë kimi lanë qefët e tua, vetë. Na po dojna një mujt i lesh vetë qefët e tua. Na mujna me detyruo, ti kur vdesën ha më bukë. Apo, a ki ba kur i smut? O da thu bol ma kona, ma s'po muj. E i smut. Këtu nuk i do agjeru ti. Ti ka mundë si kur i smut të nditën sa bukë. Me të që të hapa vetë sa bërmi pe i kapërcije. E sa me përpi sirupin. Por kësë është agjerim. Agjerim o kur ti me vullnetin e lirë, kur kush ta ka imponue, edhe kur kush se di. S'ka detektor o vëzër. A e dini vëzër se te paganat, te mushrikt, s'ka agjerim. Që i bje qfar? Mushriku pagani i bje sejshde idhullit, i bje sejshde dillit, i bje sejshde lopës, i bje sejshde kujdo që i bje sejshde. Idhujt adhurohen në përmjet sejshdes, në përmjet rukujës, në përmjet lëvizjeve, i shkon të vafë, i qilët, në përmjet kurbanit, në përmjet pareve, shkojnë i lojnë parët e idhulli vetë, apo shkojnë në përvorë, në për idhulli, i lojnë parët, apo të ma bekoj e këtë parën tjetër shka e kam. Gjithë shka që manifestohet në shirk, manifestohet me t'jashtme. Ska mushrik shka thot, jam të agjeru për idhullin tem. Ska, bukën se le. Bukën edhe ujë nuk e le. Veç për hirtë Allahu të agjerohet. Ande ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, fa inna sawma li. Agjerimi jo për mua. Madje edhe nga adhurimet e tjera të besimtarve, namazi ka detektor. Ka detektor. A muna për shemull la me dit, nëse dojna me dit, a u fal filani 100%, ka mënirë. Qish, thot se pash ben gjami, shkujna këshin në shpi. A je fal? Jo. Ka kamera, zbulohet, e pas ka fal. A muna me zbulohet, ka thonë se qatin, e zbulojna. I thot njëri e ka ndonë se qatin, përse dina fukaron, kena me gjithë fukaron, se që ki thonë. A muna me dit, a ka po haqin, po e dina, ka kamera, ka hien, e ka po, a ka detektor me dit, a tu agjuruhe. Njëni thot, po gjo, po sot për shemull, doktor Lëki ka mërinje shkenca me ta njëzu barkin, a je dhja ki angër, as ki angër, po ama se dhja i tu agjeru, se njeti o sharti agjerimit. O nuk i dinat për shkajti si tu angër. O këpo njëni thot, po e zbulun barkin e pas ka pos bosh. Po e kam pos bosh, po në qëmë të agjeruhe. O nuk e kam bo njetë më agjeruhe. A e kupton vëzër se sështë e mundur më zbulu agjerimi. Po këtë asyje ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është e jemja. Dhe kjo vëzër mas mirë të që tia do shpon Allah i tanë se tia do ata. Allah në mofitën i Rabbul Alamin. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, thot e bën njeriun agjerimi që nga vetë dëshira e ti dhe vetë vullneti ti me zgjedhjen e vetë ti ndalon dëshirat e veta. Ti ndalon dëshirat e veta. E ban këmbgulës,
edhe të përgadit në vendosmërinë e tina, edhe të durushëm me moralin e durimit. Por shembull dikush më thon, po prishim Allah se kush duron deri iftar. Ja. Stërvit vet, kalit. Kjo vëzër kalitja që e synon agjërimi, që ti me vullnetin tanë më thonë, ose pijone. Apo, me thonë përshimë dikush, o ju kanë mashtru juve. Ti e ki gjavabin, me vetë e ki e. Jo i mashtru mi e ti. Me ti nëzirë ti 10 restorana, edhe veç me ti sigla ti mishat. O shëllë me sa dush. E ti kalit hi e. Jam agjërushëm. Unë jam agjërushëm edhe u kri kjo qështje. Andaj, është metoda praktike për ta rënjos idejen e qëndrushmëris e cila nuk din luhatje. Agjërimi vëzër e ban njeriu me ditë se kjo është fe. Kjo nuk fe, nuk më provokon kur gjo. As era, as mishi, as tortja, as mbëlsira, as ushqimi, as gjella, as buka, as kur gjo eq. Pse? As gruja, as mardhenit intime, as i sen, pse? Se kam lënë për ilë Zotit Gjellë Gjellalu. Kjo është vëzër ajo kalitja e vullnetit të insanit. Thot, kjo është ideja praktike e agjërimit e cila synon me e gdhend edhe vullnetin e njerit, që të mësohesh vetë milan dëshirat e tua, që të mësohesh vetë me dhanë sadaka. Mos prit non stop me thonë dikush, mos prit dikush non stop ti me të ligjërue të du të me bënë mirë. Po, ta kish një zonë të brendshëm, pi ndër, a i thënë ndër gjegje, pri ndër, pri mlena, me talë me thonë, e du të me bënë mirë, du të me bënë mirë. Po këta si u dhe zërë besimtari merë këtë mësim nga libri Allahu subhanahu wa ta'ala nga agjërimi. Thot, sikur kjo agjërim islam të përhapej në gjithë botën dhe gjithë tokën, do të ishte një revolucion dhe një kundërshtim një mujor për pastrimin e gjithë botës nga vesët dhe rrena dhe vjedhja dhe korrupsioni, qoftë moral, qoftë material. Çdo njeri, burr qoftë apo gruje, do të zbriste në thellësinë e vetës për ta kuptuar nevojën, varfërinë, durimin edhe qëndrueshmërinë, jo nga leximi i librave, por nga vetë praktika e zbatimit të adhurimit. Pra vëzhgë para mendo këtë botë më agjëruar. Apo Mustafa e para mendo. Do të para mendo çfarë revolucioni ish bëhe. Mi shti 8 miliard njerëz më agjëruar. Mu mbledh këtë midhanë e thonë, leni bëj tekat këtë, leni bëj qefët e juve kretë. Kish me kanë në revolucion botëror, si cili njeri me hi në egon e vetë dhe me pastrua borin e vetë. Me thonë, ego komplet. Këtë qefët heki, këtë largoj. A mund para mërë kur kish mëri njerëzimi, por Allahu ka ndohë zonë, e ka ndohë e devion. Allahu në bo pitë uzume, ja Rabbal Alamin. Thotë Mustafa Sadiq Rafi'i, thotë, kretë që ka e përmenda, edhe ajo që ka së shpërmendur në librat e djetarëve të muslimanve, në dobit agjërimit e tëra, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka thonë vesh me një ajet. Ja ejuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ojtë se të keni besuar, ja u kemi detyruar agjërimin. Edhe ata para jush e kanë pas të detyruar agjërimin. Për çfarë? A ka thonë me nejtë në mënyrë që të rini undë, në mënyrë që mos të pini, në mënyrë që të lodheni? Jo, la'allakum tattaqun. Ndoshta bëheni më të devotshëm. Domthonë rri unë sa dush, rri i etur sa dush, mos prak qefe sa dush, që se mërin e këtë agjërimin, takvallëkin në përmet agjërimit, se kem rije. Kjo revolucion vëzër kundër egove tua. Apo, a keni po njëve vëzër që revoltohet kundër dikuj që ka i ka bo dam? Apo, vesh emri me ja përmendot, s'pa përmen emri. Se ka bo dam. A i revoltu të njerë kundër epshit tanë, do njerë synit tanë me thonë, po ti më kishti me këshirë non stop gjërat qia, veshit tanë, që ka dëgju gjëra të këqia. Thot, djetarët e muslimanve e kanë kuptuar si devotshmëri, e unë thot e kuptoj si mbrojtje. E kuptoj si mbrojtje. Me agjerim njeriu mbrohet që mos tjetë kafsh. Vjen agjerimi dhe i thot, o insan, apele pak shtazërien, him pak ka njerëzit. Him pak ka njerëzit tash. E qysh me i ka njerëzit, mos habuk pak, mos pi uj, leje dhe marrëdhënien intime. Pse? Që mos kish të përbashkëta vesh me kafshët. Him pak të njerëzit. Hajde këshire pak që shduke njerëzit. Dhe agjërimi vëzër për më thonë njerëzve, bahuni pak njerëz. Dhe të risht ashtu vesh me, e keni pa njerëzve e kanë përtheku këtë fjalë për idare hoxha.
Kjo i darja zbërthaje pak për pare hoxho, zbërthaje dhe maraton për buk. Ha dhe pije. E këto kur ti mbledh shkejt për bark. E barkin kur ta mbledhsh për nevojtore Zoti ju nderoft. E Allah do ta pilini pak këto, hajde pak të njerëzit. Kutibe aleikum. Farzë keni me agjerue. Thot, dietar thon, është devotshmëri. Thot, takvallok. Thot, unë e shoh si rujtje, ittiqa, mos unë s'du më kon si kafsha. Insani vëzër, shiko, po ja dhave veç emnin sa revoltohet. Insani nëse i thu gomar, çish vetë thu gomar? Nëse i thu për shembull në udhu bilat qen, apo derr, apo fatkeqësisht e populli jonë e lavdroi njerëzit, thishte. Po jo në çmim mëra, të lavdrojnë me çata. E lavdroi njerin derr ishte. Çfarë derri Allah? Po kjo më në çmim se çka s'ka. Ama dëgjoj njerëzit, fala e thove pozitivisht a negativisht? Jo, ai pisos punë të vet Allah. Njerit vëzër në çmohet për fjalëve të kafshëve. Ama veprat e tyre argumentojnë se janë liru prej shtazërisë së tyre. Thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, thot agjërimi është mbrojtje e njeriu që mos jetë si kafsha, ligji i të cilit është veç barki. Kafshë nëse kishmi mujt me përtegu që në dhezër, bark. Andaj merët prejet, pse ajo është stomak veç. Allah që e ka po stomak për tije, ta man qumshtin për tije, stomak e ka po. Ha bari që me mbru tamlin për tije. E që shmu dhezër lopa ha bari, man stomakun e vet, i mban qumshtat, për me t'i dhanë tije, edhe ti mi thanë lopës, shumë për më pëlqenjë jeta jote. Shumë fort, ti për t'a binë barin, pe ma tamlin, pe nëzi. Kjo vëzër është, agjërimi donë revolucion këtë kësaj, dilë për kësajna. Ti nuk je as kafsh, as tas, as nuk je e gërsin, i e insan. Këta me agjërim vëzër e kalit vetë. Thotë Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, thotë edhe komplet shoqëria ruhet që mos ta trajtoje njeriun si kafsh. Qishe trajtoje vëzër shoqëria, qishe runë shoqëria njeri mos bëhet kafsh? Ha? Gjatë agjërimit, nëse ti qon njeriut buk, çfarë thot? S'du. Ha, nuk du. Kanë ra dyrt e shtazërisë taj mo. A mund shmi thonë njerë, habe bukës të kena prunë nuk du. Agjërushim jam. Do më thonë, janë mbyll gjatë agjërimit dyrt e komunikimit me barkun e tina. Shka dush me mbruë, jo, vesh niftar. Që kjo dhe kur ti shoqëria komplet së ndëban moshtaz. Se e ke nxjerr piloje stomakun. Thotë Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, agjërimi është ruajtje dhe mbrojtje nga e keqja dhe sherri për ta fitu të mirën. Ha, për mi largue vesët e mi marë virtytet. Mi largu vesët e mi marë virtytet. Andaj është një ligj shoqëror e njerëzor. Ha, ligji i barkut për ta eduku shpirt. Pra me rezimeja, agjërimi është rregull dhe disiplin në bark, qëllimin e ka në zemër, në shpirt. Pra Allah thotë që tu du të me të prek, insan me të bo. Se që këtë ka po problem. Ti me stomak ki problem, me bark ki problem, me ushqim ki problem. Shikoj e mjekësia, ketë problemin e betë të barku. Hani kështu, kujdes për këti ushqimi, kujdes për atina, edhe në fejë dhe zërë. Krejt problemet vinë për barkut. Ketë problemi vinë për barkut. Qka jo amën mendja dhe zërë? Qka jo amën mendja? Krejt ata qka shkojnë ligjërata, qka së mësojnë për fejë. Ha, qka janë dubo? Njëri thotë, janë dushit televizor të shbija o gjo. Qka e shoshron televizionin? A tu hangë nëjse? Me shkun qëjtore, qka janë dubo ato? Përveç që janë filozofa edhe gjithologa, edhe janë të pi qaj, të pi naj kafe. Për barke kanë. Apo? Njëri se ka problem mi hargju 30 minuta në banjo. Apo? A më thotë hoxha e zgati dersin, e zgati imami Taravijen. Pse? Sepse te ligji i barkut është aja, la s'ka dal për ligjit barkut. A i shka dal për ligjit barkut dhe ta zgati sa doje. Sa ato më kënan shpirti. Ato më kënan shpirti. Po këta si u vëzër, agjërimi është disiplin në bark, që qëllimin e ka me të pastru e shpirtin, me fjalë të tjera thot, me të bo insan. Me të bo insan. Thot, në fund, thot, sa i madh je o muaj Ramazanit. Sa i madh je o muaj i Ramazanit, si kur bota të të njëhte, ashtu si gjduhet, kishte me ta vendos emrin shkolla e 30 ditve. Shkolla e 30 ditve e gdhendjes së moralit,
karakterit, shpirtit edhe zemrës së njeriu. Këtu vëzër, Mustafa Sadiqi, Rafi e ka sjellë e gjërat e tjera dhe ulemat e muslimanë kanë sjellë edhe shumë gjërat e tjera, mirë po me këta po e përfundojna. Ne elusim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të hyjmë në Ramazan me shëndet dhe me iman. Allahu na mundson që ta bekon me bekimet e tina, ta mëshiron me mëshirën e tina. Na i fal Allahu gjunat që kemi bërë prej Ramazanit në Ramazan. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej në Ramazan falen gjunat. Elusim Allahun që Allah t'i fal gjunat tona, t'i zbut zemrat tona, t'i zbut shpirtat e tona, t'i gdhen karakterat e tona. Na mundson Allahu që në këtë 30 ditë të agjërimit, Allahu na mundson që nëpërmjet agjërimit të kalojmë në insallëk, të kalojmë në njerëzillëk, të kalojmë në shpirtat të cilat i don Allahu subhanahu wa taala. Na mundson Zoti me ndjek sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhel xelaluhu na mundson që të kemi vullnet të shëndet, të kemi takat e bereqet për ta kaluar muajin e Ramazanit ashtu siç është më të mirë. Elusim Allahu xhel wala, pasi që një numër i madh i muslimanëve, sidomos në vendet tona, nuk kanë ndonjë trazir, nuk kanë ndonjë shqetësim, i kalojnë iftarët edhe syfirët e tyre nëpër familjet e tyre, mirë po nuk duhet harruar edhe ata musliman të cilët kanë skamje, kanë gazepe, kanë lufta. Andaj muslimani e pak këta është që në duat e veta, në sejgjët e veta, ti kujtojnë edhe ata musliman edhe thoje, o Allah ndihmoj edhe atyre, o Allah mbroj edhe ata. E ketë zullumgjarët të cilët s'kanë mundësi me dal pistomakeve të veta, e barqeve të veta, egove të veta, nëse nuk i përmirëson Allahu t'i shpartallon në mes vete. Ya Rabbal Alamin, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.